Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi takon Allah subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim për njërën nën të besimtarve, ummahatul mu'minin. Kur flasim për nënat e besimtarve, nuk flasim për figura historike të zakonshme, mirë po për gra që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka zgjedhur të jenë bashkëshorte të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mësuese të këtij ummetit. Ne shumë mirë e dim se Aisha radiallahu anha ka qenë gruaja më e ditur e këtij ummetit. E kështu që çdo gru e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë mësu të tjerë. Pse? Pasi që kanë qëndru me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ato kanë ditë. I kanë ditë çështjet, e kanë pa pejgamberin alayhis salam, kanë pyet pejgamberin alayhis salam e kështu me radhë, kështu që kanë pyet, kanë mësu edhe i kanë mësu të tjerë. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të ndalemi tek Sauda bin Zam'a radiallahu anha, gruaja e durimit, sakrificës dhe thjeshtësisë, ka qenë e thjeshtë. Prejardhja e Saudas radiallahu anha, ajo është Sauda bin Zam'a bin Qais bin Abdul Shams bin Abdul Wud nga fisi Quraysh. Ajo u lind para shpalljes, para ardhjes së Islamit në një familje me prejardhje të njohur arabe. Dhe u rit në një shoqëri politeiste ku morali dhe drejtësia ishin të shtrembuara. Megjithatë, pejgamberi Allahu azza wa jall e ka përgatit zemrën e saj për dritën e Islamit. Ashtu si që përgatiti zemrat e më të zgjedhurve të këtij ummetit. Ajo e pranoi Islamin, do me thonë prej grave të hershme që kanë pranuar Islamin, ka qenë edhe Sauda radiallahu anha. Ajo nuk e pranoi Islamin për interesa, se kur e kanë pranu të partë Islamin, nuk ka qenë sikur ata ma vonë që e kanë pranu. Pse? Se në fillim kur e kanë pranu Islamin kanë pas tortura. Nuk u kon thjesht me pranu Islamin, sikur se sot. Me thonë një i ri dëshiron më udhëzu, mos shko me ata, mos hin aty, mos shko ashtu, kështu, anë teknik, do me thonë i tuti njerëzit, i frigojnë. Jo, atëherë ka qenë edhe ma keq. Pse atëherë do me thënë Islami nënkuptonte tallje, u tallshin me ata që kanë pranu Islamin, kanë pas bojkot, derinsa kanë hongër edhe fletat e pemëve kanë hongër. Paramendo, ata që e hanë kafsha, ata prej zorit e kanë hongër ato, pse se kanë pas bojkot. Nuk ka guxu kush mi shit aty në kur gjë. Kush ka shit, do me thënë ka pas probleme. Për ndjekje dhe rrezik real për jetën e tyre. Do me thënë atëre ka pranu Islamin. Ajo ishte e martuar në fillim me djalin e axhës vet. Do me thënë edhe para Islamit kanë qenë u martojshin njerëzit, do me thënë me vajzat e axhës apo djemt e axhës, do me thënë u martojshin me akrabat. Burri i saj quhet Sekran bin Amr radiallahu anhu, mirë po ka qenë musliman pastaj. U bë dhe ky musliman së bashku me bashkëshortën e vet me Saudan radiallahu anha kanë emigru, në emigrimin e dytë, se musliman kanë bë emigrim 2 herë, do me thonë Habesha, Etiopi. Emigrimin e dytë, do me thonë kanë hik bashk me burrin e saj. Janë largu nga vendlindja, me thënë e kanë lënë vatanin e vet, aty ku kanë lind Mekke, kanë lind, edhe e kanë lënë vatanin e vet, e kanë lënë familjen e vet,
e ka lënë traditat e veta, domethënë aty, drejt një vendit të huaj. Me shku në vendin e huaj, që nuk njohin kërkush, me lënë familjen, me lënë ferafisin, me lënë krejt, me lënë, vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, për me rujt fen e Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ky ka qenë, domethënë, Islami praktik, jo teorik. Ka qenë praktik që ka praktiku tamam Islamin. Thuhet buri Saudës radiallahu anha, pas kthimit saj ka ndru jetë, ka vdek. Dikush thot, ka transmetime që kanë thonë se edhe në Mekke ka vdek. Më thonë, disa transmetime ka se në Habeshen, në Etiopi ka vdek, disa transmetime tjera thuhet se ka vdek në Mekke buri i saj. Sakrani radiallahu anhu, do më thonë ka qenë prej sahabëve të mirë. Tash, masi që i vdiq buri Saudës, kjo ka met ve, pa mbështetje, se gruaja, nëse nuk e ka burin, s'ka mbështetje. Po ashtu edhe kundërta, edhe burit nëse i vdes gruaja, s'ka mbështetje. Ne e pam të Khadija radiallahu anha, se sa e ka përkra pejgamberin a.s. Askush nuk e ka përkra pejgamberin a.s. sa e ka përkra Khadijaja. Po ashtu, edhe Sevda radiallahu anha, meti dhe pa mbështetje, në një shoqëri armiqësore ndaj Islamit. Sigur se me thonë, në gojë të ujkut. Qash do me thonë ka qenë rrezik. Me thonë, me burin e saj s'ka mujt me duru, lene më tash një femër vetë me qëndru, e me sha dinin Allahut Azza wa Jall, edhe me luftu dinin Allahut Azza wa Jall. Mirë, Allahu Azza wa Jall nuk e braktis robin e vetë në dhoq. Ne e dim, edhe rasin e Ibrahimit a.s. kër e përmend Allahu Azza wa Jall, i tha zjarit, ja naru kuni berdan wa salaman ala Ibrahim, o zjar, bahu i ftoft dhe shpëtim për Ibrahimin a.s. Djetarë thojnë, po të kishte me qenë veç i ftoft, prap Ibrahimi a.s. kishte vdek, ishë ngrije dhe kishte vdek. Mirë po edhe t'i shkon djegës, që djeg, edhe aty do më thënë e kishte djeg Ibrahimin a.s. Prap qëllimi i tyve është arrit. Mirë po, Allahu Azza wa Jall mikun e vetë kur nuk e lëndoq. Po ashtu, edhe Saudën radiallahu anha, nuk e kalon Allahu Azza wa Jall. Pse sa jo ka sakrifiku për hir të Allahut Azza wa Jall. Martesa me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së Khadijës radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi në një periudhë të rënd pikëllimi. Pse? Në atë vit i ka vdek edhe migja e vet, Ebu Talibi, që ka qenë përkrahës mas Khadijës. Sa e njëri që e përkrah dikon edhe pason, mirë po Khadija ka pasu, Ebu Talibi nuk e ka pasu pejgamberin a.s. Momentet e vdekjes, ka shku pejgamberi a.s. migjës Ebu Talibit i ka thonë, thuj la ilaha illallah, edhe nuk ka thonë. Nuk ka thonë la ilaha illallah, atër dhe me thonë nuk e ka pasu, mirë po e ka përkrah. Khadija radiallahu anha thonë, që nuk ishte vetëm mbështetje emocionale, përkrahëse e misionit dhe shoqe e sakrificës. Shkon Khawla bint Hakimi, gruaja e Uthman ibn Mad'unit radiallahu ta'ala anhu. Edhe i propozon pejgamberit a.s. për më martu. Dy i propozon, Aishën edhe Saudën radiallahu anha. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e don Saudën. Edhe Khawla shkon të familja vetë, thë subhanallah, thët Allahu Azza wa Jall, sa pa ja u don juve hajrin, qëfar bereqeti po zbret të shtëpia juj. Thët për çka u bo, është puna, thët pejgamberi a.s. ka dërgu me kërku vajzën e juj. Pejgamberi a.s. më dërgoj dhe me thonë me kërku vajzën e juj. Ajo dhe me thonë ishte gruaja e parë që u martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas vdekjes së Khadijës. Sepse pejgamberi a.s.
nuk u martu mas vdekjes së Khadijës radiallahu anha një kohë. Mirë po pastaj do me thonë e ka zgjedh Saudën radiallahu anha. E kështu që Sauda ka qenë gruaja e parë që u martu mas Khadijës, mas vdekjes së Khadijës radiallahu anha. Kjo martes nuk ishte martes pasioni, por martes mëshira, mbrojtjeje dhe nderimi. Martes mëshira, pse? Se kur e din ti dikon që është e mirë, ja ka frikën Allahut azza wa jall, nuk bën me lënë ashtu. Pse? Sepse ujqit e hajnë. E për mos mja lën ujqve, atëherë duhet e kena për obligim me dal dikush krah asaj. Edhe asaj ka dal krah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka mshiru, e ka mbrojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë nder për ata, me qenë gruaja e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u martu me Saudën radiallahu anha për ta mbrojtur, për ta nderuar dhe për ta bërë nën e besimtarve. Kjo është udhëheqja profetike, do me thënë në praktik, jo vetëm me thënë duhet me përkrah, mirë po përkrahe, ruje tamam qysh duhet, ajo vetëm me fol. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkrah, do me thënë gjithë qysh e ka përkrah Saudën radiallahu anha. Çfarë veçorie morale dhe shpirtërore kishte Sauda radiallahu anha? Ka qenë, do me thonë, ka pas durim dhe kënaqësi me kaderin Allahut azza wa jall. Durimi dhe kënaqësia me kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sauda, Allahu qoftë i kënaqur me të, nuk u ankua për jetën e saj. Nuk ka kokat pse i ka vdek buri. Nuk e ka shah Zotin pse i ka vdek buri, pse ka me të vej. Mirë po, ka bo sabër, ka bo durim, e Allahu azza wa jall e ka shpërbly me një burr të mirë. Sigur që ka qenë me Ummu Seleme radiallahu anha. Thot kur vdiq Abu Seleme, Ummu Seleme është mërzit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi e këshilloi dhe i tha bën dua, duro. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu me ta shëndru me një burr më të mirë se Abu Seleme. Edhe ajo ka bë durim, ka bë sabër, e Allahu azza wa jall e ka shpërbly me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u martu Ummu Seleme, që do të flasim edhe për to. Ajo kuptonte se vlera njeriut nuk matet me rinin apo me bukurin, por me aftësin në Allahun subhanahu wa ta'ala, me aftësin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Sa është i afër njeri me Allahun, aq është më i mirë. Jo ai që ka trup të mirë, jo ai që është i bukur, mund është më kon i bukur, mirë po më kon gac e gacave xhenemit. Mirë po, mund është mos më kon hiç i bukur, më kon shumë i afërt Allahu azza wa jall. Për këtë pejgamberi alayhis salam thot: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Vërtet Allahu nuk ju shikon fizionomitë juaja, por e shikon domethënë zemrën edhe punën tënde. Je i afër me Allahun azza wa jall, atëherë domethënë ti je i mirë. Sakrifica për hir të familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur synonte udhtim, hidhte short, pse ka pas gra? Edhe tash çdo gru ka pas dëshirë me dal me pejgamberin alayhis salam, pa marr parasysh në luftë, ka pas në haxh, numre, domethënë çka ka pas, ka bu qura, ka qit short. Edhe thot asaj i binte shorti e merte me vete. Aisha radiallahu anha thot, asaj që i binte shorti e merte me vete, pse kjo drejtësia. Tash i qesim short, kush e merr? Kujt i bën çai shkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Secilës grua i ja kushtonte një ditë e një natë. Do me thonë të çdo gru pejgamberi alayhis salam ka net një ditë e një natë. Përveç Sauda binte Zamas, do me thonë, e cila në pleqrinë e saj vullnetarisht
ja kishte dhuruar ditën dhe natën e saj Aishës radiallahu anha. Wallahi vështirë është. Vështirë është sot, domethënë dikush mi pas 2-3 gra, edhe mi arshu rendin domethënë burri, asaj grus, me thonë ti mundesh me flet sot tek kjo. Pse? Se çdo kush ka dëshirë domethënë burri vet me qenë aty afër. Unë jam i bindur që edhe këto gratë, motrat tona që burrat e tyre punojnë natën, që për zori e kanë. Wallahi, atë ndoshta dhe me dhënë copën e trupit vet, vetëm me qenë burri vet afër aty. Pse? Se kur e ka burrin afër, është më e sigurt. Është më e sigurt. Mirë po kur nuk e ka burrin afër, ndoshta e ngratë edhe nuk mundet gjumë me bo rahat. Pse? A ka me hangër, mos po ftofët, mos po smuhet, mos po mshën e i kjerë, diçka do me thënë, çdo herë mendjen të ajo e ka. E kjo, Sauda radiallahu anha, vullnetarisht, ja kishte dhuruar ditën dhe natën e vet Aishës radiallahu anha. Grusë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kështu do me thënë e synonte të kënaqte të dërguarin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga hadithi kuptojmë se Allahu qoftë i kënaqur me Aisha radiallahu anha, shihet se Sevdaja ja ka fal natën e saj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Aishën radiallahu anha, duke thënë se dëshironte vetëm ta mbështet bashkëshortën e tij dhe të rinjallë si grua e tij, domethënë në xhennet. Kjo tregon pjekuria shpirtërore. E ka pa domethënë se ajo ka qenë më e moshum, Aisha ka qenë më e re. Domethënë edhe këto duhet gruaja pak me kuptu, pak me pas ndjenja, pjekuri shpirtërore. Munges xhelozia, mos me pas xhelozi. Xhelozi nuk bën me pas, duhet me largu xhelozin. Kjo vlen edhe mes vëllezërve, jo mu më thiri, mos më thiri. Jo. Qëre kjo e kalon hisën e vet. Hisën e vet që kalon Aishës radiallahu anha nuk ka xhelozu. Dhe mu fokusu për në ahiret. Pse? Se unë kur e bëj një pun, e di se Allahu azza wa jall ka me më shpërbly. E kur të më shpërblen Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë pse me lodh vetën teme. Tjetra, thjeshtësia dhe mungesa e lidhjes me dynjan. Ka qenë e thjesht. Edhe nuk ka lakmun dynja. Ajo jeton të thjesht. Pa kërkesa, pa luks, pa ankesë. Ku mund është sot me qetë një gru, për shembull që është e thjesht. Flem, shilte, s'prish punë. Jo, ajo ka ble koltuqe. 1.000 euro. A e ki pa filxanat veç njerë, qëfar filxanat, 30-40 euro. A e ki pa qëfar shpije kish, neve po na pik shpija, kulmi po na pik, bojleri po pik, aj po pik, ky po pik. Qëre Sauda radiallahu anha, nuk ka synyt dynjan. Po të kishte synyt dynjan, vallaj ndoshta e kish gjetë në burr edhe më të pasanik, edhe më të pasur. Pse? Po dhe atër ka pas pasanik. Edhe atër ka pas burrat pasun. Mirë pa ajo, ka jetu thjesht. Nuk ka pas kërkesa, nuk ka pas luks, edhe nuk u anku për diçka. Kjo është shkolla e edukimit për ata që mendojnë se lumturia është në pasuri. Kështu do të mu eduku. Nuk është lumturia në pasuri. Wallahi, me bo mi pyet ata pasanikt. Qysh fleni be ju, a fleni rahata ju? Wallahi thot me penselina flen. Me hapa flen. Pse? Se ai njeri mendon çdo herë, pare kam, mos po vjen hajni me mi marr, borxhe kam shumë, qysh do të mi pagu, kredita kam, ato kam, këto kam i skadua fati produktit, çka du me bo? Na po flasim për ata që kanë miliona, sa që ka 2-3 euro, as nuk konsiderohet pasanik, bilen. E kështu që duhet ta kuptojmë vëllezër se lumturia nuk është me pasuri. Wallahi sa njerëz s'kan kur gjë. Wallahi janë shumë më të rahatshëm, janë më të lumtur se ata që kanë miliona e miliarda. E kështu që mos të mashtrohemi mas pasurisë me thonë wallahi pasuria ishtë diçka.
Nuk është çdo sen pasuria. Ai kishte thënë me babën edhe i pasuri edhe i varfër janë të njëjtë. Jo, tha, me babën nuk është kështu. Tha, te Zoti, tha, po, te Zoti jemi të barabartë. Mirë po i pasuri hanë për me shiju, ta shijoj edhe që ta. Mirë po fukaraja hanë për mungi. Tha, këtu është dallimi. Tha, i pasuri hanë për me shiju, a fukaraja hanë për mungi. E të Allahu Azza wa Jall për me jemi të barabartë. Jemi të barabartë Allahu Azza wa Jall. Pastaj dallon aty, domethënë kush e ka frikën më shumë Allahut, është më i devotshëm e kështu me radhë. Mirë po, si njerëz jemi të barabartë. Pastaj domethënë vjen dallimi me devotshmëri. Ka qenë e butë. Ajo kishte natyrë të butë dhe shpirt të lehtë. Dhe përpiqej ta gëzonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij. Sauda radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, vdiq në khilafetin e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu në vitin 54 hijri, sipas mendimit më të saktë dietarëve. Ajo u largua nga kjo botë pa pasuri, por me një pozitë të lartë. Do me thonë, s'ka pas pasuri, mirë po pozita më e lartë se nëna e besimtarëve a ka pozitë më të lartë, mas pejgamberdhëkut, shetlëkut, se me qenë nana e besimtarëve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mu lexuti në Kur'an, deri në ditën e gjykimit wa ummahatuhul mu lexuan ajetet kuranore. A ka nder më të madh? Edhe ti mu përmend, me thënë, deri në ditën e gjykimit. Pra, mësimet që marrim nga jeta e Saudas radiallahu anha, mësojmë se vlera e gruas nuk matet me pamje, por me iman. Mos shqyrim në vëlla e bukur, ashtu, kështu, filozofinat ndryshme, jo. A ka iman? Po, kjo është e vleshme. Bukuria o zero. Bukuria mundet me hum. Një smuje, një lindje, ja hu bukurin femrës. Një smundje me bo me zon, flama me bo me zon, ja hum bukurin femrës. Mirë po, imani janë drit fytyrën e saj. Imani janë drit, i bën nur fytyra e saj, edhe pse nuk është e bukur. Pra, vlera e gruas nuk matet me pamje. Kish Dukat, kish Swarovski, kish ato, kish to, krejt janë fjalë kota. Krejt janë fjalë kota. A ka iman? Ajo vlen. Po s'ka iman? Ajo nuk vlen hiq as 5 pare. Jo 5 pare, as gjys pare nuk vlen nëse nuk ka iman. Pse? Po çka po duhet? Çka po duhet nëse nuk ka iman? Nëse nuk i beson Allahut, nëse nuk e respekton Allahun të dërguarin e tij, nuk duhet hiç kur gjë. Do të thënë nuk vlen ajo. Mësojmë se sakrifica për fenë Allahut nuk humbet kur. Ato që ke sakrifiku për Allahun Azza wa Jall, ajo nuk humbet. Ti nëse ki bë diçka për mu, ta japë një mirë njohje. Edhe në gjetë ti nëzit aty. E në gjetë nëzit. Po kur djegët shpia, djegët edhe mirë njohja. Mirë po mirë njohje në Allahu Azza wa Jall kur ta jep, dije se ajo nuk heket përveç se me mëkate. Mirë njohje kur ta jep Allahu Azza wa Jall, thëret në qjedh, o me lajqet e mi, unë du filanin, dueni edhe ju. Gjibrili a.s. e përhap lajmin qjedh, thëtë Allahu Azza wa Jall, për e don filanin, dueni edhe ju, pas të zbret pranimi saj në tokë. E kjo është mirë njohje Allahut Azza wa Jall. Kjo mirë njohje humbet vetëm me mëkate. Edhe mu djeg shpia, shtëpia mu djeg, edhe mu djeg trupi, nuk humbet nëse nuk ke mëkate. Se mundesh me bën ndeshje ose mu djeg shtëpia dhe ti mu djeg. Mirë pa emri jot ka me vazhdu mu përmend. A mirë njohjen kur ta japin njerëzit, ajo ose djegët kur djegët shtëpia, ose në shkon në bërdhog.
Mësojmë se durimi sjell nderim. Nëse dëshiron mu nderu, atëherë duhet me duru. Nuk mundet dikush me fitu xhenetin e Allahut Azza wa Jalla dhe mos me pas prova. Ja, s'ka mundësi. Po edhe pozitat larta, nëse dëshiron këtu në dynja, duhet me duru. Duhesh me shku. Nëse krysh magjistratur, fakultet, magjistratur, doktoratur, duhesh me shku, koha e ftoftë, nuk ki automjet, qysh me shku, mungon doktori, hupi shko, senet, me thënë, duhet me duru, me bo sabër. Atëherë do me thënë, nderohesh. Dhe mësimi i fundit është se ahireti duhet të jetë prioriteti yt. Çka të bësh bën, mirë po mendoj çdo herë ahiretin. Mos thuj vallahi jos, po du dynjan, jo. Dynjan jemi këtu. Jemi këtu në dynja. Mirë po dhe sa jemi Allahu alem. Sa njerëz janë përgatitur kanë bërë plane të ndryshme për me prit e fund vitin, mirë po, kanë vdek. Sa njerëz kanë bërë plane se ko me prit Ramazanin këtë vit, kështu, ata sot janë në përvareza. E kështu që, çdo herë ta mendojsh dhe me thënë ahiretin. Mendoj ahiretin. Sikur që ka mendu Sauda radiallahu anha. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj për atyre që marrin mësime nga jeta e sahabeve dhe i zbatojnë ato në realitetin ton. Elusim Allahun Azza wa Jall që të kemi përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.